Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se durimi I tij ndaj Iranit po shteron dhe se gjatë bisedimeve me presidentin kinez Xi Jinping është rënë dakord që Republikës Islamike nuk mund t'i lejohet të zotërojë armë bërthamore dhe se duhet të rihapet ngushtica e Hormuzit. Trump foli pas takimit me Xi Jinping në Pekin, ku diskutimet u përqendruan te lufta në Iran, Tajvani, tregtia dhe çështje të tjera globale. Ai u shpreh se SBA dhe Kina kanë arritur të zgjidhin probleme që sipas tij vendet të tjera nuk do të kishin qenë në gjendje t'i menaxhonin. Nga ana tjetër, Xi Jinping nuk komentoi drejt për drejt mbi Iranin, por Ministria e Jashtme kineze deklaroi se konflikti nuk duhej të kishte ndodhur kurrë dhe se nuk ka arsye të vazhdojë më tej. Trump paralajmëroi gjithashtu Teheranin se duhet të arrijë një marrëveshje sa më shpejt, duke theksuar se nuk do t'i tregojë shumë durim. Lidhur me rezervat e uraniumit të pasuruar të Iranit, Trump sugjeroi se ato duhet të kontrollohen nga Amerika, kryesisht për arsye të perceptimit publik dhe sigurisë ndërkombëtare. Sipas Shtëpisë së Bardhë, Xi Jinping ka kundërshtuar militarizimin e ngushticës së Hormuzit dhe çdo përpjekje për vendosjen e tarifave ndaj përdorimit të saj. Ndërsa Trump tha se presidenti kinez premtoi të mos furnizojë Iranin me pajisje ushtarake. Në të njëjtën kohë, Pekini ka shfaqur interes për të blerë më shumë naftë amerikane, në përpjekje për të ulur varësinë nga kjo rrugë strategjike detare. Megjithatë, analistët mbeten skeptik nëse Kina do të ushtrojë presion të fortë ndaj Iranit, duke qenë se Teherani konsiderohet një kundërpeshë strategjike ndaj ndikimit amerikan në rajon.